simbolizon shtetin. Nuk është flamuri kombëtar. Flamuri kombëtar është tjetër. Edhe kritika atëherë se në rrethonat dhe në mundësit ka qenë zgjidhja më e mirë, pranueshëm. Edhe brend, edhe jashtë. Ajo kohë me kuptim të plot fjalës mban vlerësimin historike. Të gjithë ne kujtojmë, mendoj gjenerata pak më vjetër, kemi qenë edhe dëshmitar se pas përfundimit të bombardimeve të Serbisë nga forcat e NATO-s, Organizata e Kombeve të Bashkuara me rezolutën 1244 ka autorizuar pushtetin administratën civile të UNMIK-ut Kosovë edhe atë ushtarake KFOR. Rezoluta 1244 mes tjerash ka pas edhe një afat që pas 3 vitesh të shtrohet për zgjidhje statusi përfundimtar i Kosovës, sepse prania administratës civile dhe ushtarake ishte një lloj protektorati i cili nuk ka pas kufizim sa, ai është edhe sot i pranishëm në pjesën ushtarake, dhe pas 3 vitesh edhe pas 4 vitesh nuk është arritur të shtrohet kjo çështje për shkak të zhvillimeve të vitit 2004, trazirave që na kujtohen besoj të gjithëve. Po më në fund në vitin 2005, 2006 e 2007 është themelu ekipa e unitetit për të zhvilluar negociata me palën serbe me ndërmjetësim të Bashkisë Ndërkombëtare. Unë personalisht mendoj se elita politike kombëtare dhe intelektuale e Kosovës në këto vitet e fundit, historinë e re, 2 momente i ka dëshmuar me një rezonim të lartë dhe përkushtim të lartë patriotik e intelektual, kam fjalën për unitetin e treguar në Rambujie dhe për unitetin e treguar në negociatat e Jenës. Paralel me negociatat është presidenti Sejdiu, atëherë ka marrë vendim për formimin e grupit për hartimin e kushtetutës, sepse zhvillimet kanë bërë që shpallja pavarësisë do të ndodhte, edhe pse ishte planifikuar ndryshe të ndodhte. Besoj që na kujtohet të gjithëve angazhimi ka AIDS për standardet para statusit, pastaj presidenti Ahtisari me propozimin e tij që fillimisht mendoi të aprovojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, reagimet e palës ruse, besoj edhe kineze kanë bërë të pamundur këtë dhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Është përgatitur gjithçka që shpallja e pavarësisë të ndodhë nga organi kompetent i Kosovës në procedurë të caktuar, siç ndodh zakonisht shpallja e pavarësisë. Kemi pas akuza se ka ndodhur pavarësia e njanshme, shpallja e njanshme. Shpallja gjithmonë është njanshme, nuk shpallin dy. Megjithëse në rastin e Kosovës mendoj që është rasti më i koordinuar me Bashkinë Ndërkombëtare, për shkak të pranisë, për shkak të bashkëpunimit, për shkak të thjesht edhe këshillave dhe sugjerimeve dhe ndimes. Pra është bë grupi për hartimin e kushtetutës, pastaj është themelu edhe grupi për hartimin e simboleve, sepse mendoj që me rastin e shpalljes Kosova të ketë simbolet e shtetit, e pak më vonë të aprovojë edhe kushtetuta siç edhe ka ndodhur. Tashti konkursi për shpalljen konkursi i shpallur për simbolet, për flamurin, stemën dhe himnin, nëse s'gaboj ka ndodhur me 13 qershor të vitit 2007, ka pas afat 15 ditësh, ka qenë ndërkombëtar dhe ka bërë të mundur që të jepen mbi 900 oferta ose punime të ndryshme. Fatkeqësisht ka pas disa kufizime në konkurs, të cilat nuk kanë mund të anashkalohen, sepse Bashkia Ndërkombëtare duke dashur që edhe shteti, edhe simbolika e tij të reflektojë një shtet multietnik, ku të drejtat e komuniteteve të jenë të barabarta, ku nuk do të ketë shtet njëetnik, kanë përjashtu mundësinë e ngjyrës së kuqe, ngjyrës së zezë, shqiponjes në flamur, edhe ngjyrave të flamurit të Serbisë. Kështu që prej atyre, gjithë atyre punimeve, puna e komisionit ka qenë, do them sinqerisht, pak më shumë teknike, sepse është dashur të bëj selektimin e atyre punimeve që kanë plotësuar kriteret e konkursit dhe 3 varianta janë dërguar në kuvend, është aprovu punimi i Mumir Ibrahimit, që sipas informata të mia ka qenë edhe pjesëtar i UÇK-s në luftën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës,
dhe miratimi ka ndodhur në mënyrën më solemne, më ceremoniale me datën 17 shkurt të vitit 2008. Pasi që është shpallë pavarësia, pasi që është deklaruar kjo është lexuar deklarata e pavarësisë. Unë besoj për shumicën e njerëzve, sidomos njerëzit që thjesht kanë refleksion shtetëror, ka qenë moment i jashtëzakonshëm, i paharrueshëm, tepër solemn, tepër ceremonial, sepse kemi pas dhe kemi vedijen si sot shumica e njerëzve se ai simbolizon shtetin. Nuk është flamur kombëtar. Flamuri kombëtar është tjetër, nuk është flamur emocional, ka pas edhe kritika atëherë se nuk ka histori që mund të kenë pas të drejtë, por mbi të gjitha, ne dhe mendoj shumica se popullatës dhe popullit gjithmonë i ka interesuar të kemi shtet dhe flamuri dhe simbolet të simbolizojnë shtetin. Me rëndësi është që të kemi shtetin për të simbolizuar edhe me një flamur të tillë, i cili fillimisht mund të mos jetë dukur i pranueshëm dhe i kënaqshëm për shumë njerëz, sepse kemi emocionet tona historike me shumë të drejtë, ka pas edhe propozime të shumta, por siç thash, limitet ose kufizimet nuk kanë mundësu që të respektohet edhe vullneti edhe emocionet tona. Flamuri që është aprovu, që është sot, e që unë mendoj se popularizohet gjithnjë më shumë, përndryshe është institucionalisht edhe i përdorur edhe i respektuar gjithsesi, me 3 ngjyra, ngjyra kaltër që reflekton thjesht stabilitet, ardhmëri, ngjyra artë që ka hartën e Kosovës, që reflekton vlerë dhe qëndrueshmëri, dhe 6 yjet e bardha që reflektojnë praninë e etniteteve shqiptar, serb, turq, bosnjak, goran edhe rom. Të romët mendoj unë se është përfshirë në kuadër të nacionit të rom edhe ashkalit dhe egjiptianët, edhe pse mbasi jo shumë me të drejtë, ka pas kërkesa, ka dhe më vonë kërkesa që të shtohet numri i yjeve, por ky është flamuri që thjesht do të thoya konsolidohet me shumë të drejtë edhe në përdorimin institucional, edhe në përdorimin e qytetarëve si institucion, si flamur, si simbol i shtetit Kosovës. Në rrethonat dhe në mundësit ka qenë zgjidhja më e mirë. Zgjidhja më e mirë. Kjo çështja e zgjidhjes është nga pak edhe si të them subjektive, por ne që kemi qenë komision kemi vlerësuar se ky është rreth atyre dhe ka plotësuar edhe një herë them ato kriteret që paraprakisht janë përcaktuar. Po ka pas të ngjashme, them edhe 2 varianta tjera kanë shku, që me thot drejtën tash nuk më mbaj mend kështu vizualisht, por kanë qenë të ngjashme sepse ata që kanë kuptuar konkursin janë përmbajt dhe përmbajtja ka qenë çat përfundim. Flamuri Dardana ka qenë pjesë e konkursit? Ka pas oferta dhe tilla dhe ka pas punime dhe tilla me emrin Dardania, me mburuj, me një spirale, por thjesht të duhej të aprovoj siç është aprovu flamuri që do të ishte i pranueshëm, edhe brend, edhe jashtë. Ne kemi pas, domethënë, dy kushtimisht thanë probleme. Do duhet jetë i pranuar edhe prej minoriteteve këtu, etniteteve jo shqiptare, e në veçantë prej bashkisë ndërkombëtare. Jo, konkursi proceduralisht është shpallë nga presidenti i Kosovës, por sigurisht se në hartimin e tij ka pas koordinim, bashkëpunim edhe pajtueshmëri. Realisht jo, sepse po të vendosej sot është distancë kohore relativisht e gjatë. Dhe në këtë kontekst fatkeqësisht nuk ka ndryshuar shumë, sepse gjithsesi kemi qenë të gjithë të interesuar që të ndodhë shpallja e shtetit, të ndodhë njohja e shtetit, të konsolidojë shteti dhe simbolet, nuk them se janë të rëndësishme, shumë të rëndësishme, mirë po ka qenë kaq e mundur të bëhej, edhe është bërë dhe megjithatë simboli i shtetit Kosovës sot qëndron dhe është gjithnjë më i pranueshëm edhe në sqendën ndërkombëtare, po edhe brenda. Të drejtën jo vetëm çështja simboleve, po ajo që është më relevante, shpallja e pavarësisë së shtetit Kosovës
që përndryshe ka qenë ëndër e gjeneratave që shumë kush ka shku me merakun që ndodhë në Kosovën, në shumë gjenerata, ka qenë në kuptimin e plot fjales krejtësisht historike. Por mendoj se nuk e kemi përjetu si shumë historike, nuk e di pse, ndoshta duke parë si diçka dhe të pamundshme, sepse edhe sot me analizu emocionet është e vështirë të shpjegohet. Ka ndodhur diçka që mund të ndodhë vetëm një herë, që jo të gjithë kanë fatin me përjetu, me qenë pjesë e kohës kur ka ndodhur, me jetu atë kohë, dhe veç mas ne që kemi qenë disa në ato procese ma drejt për drejt. Është mjaft interesante dhe mjaft emotive dhe është pak vështirë me i përcjell emocionet sot prej atëherë, sepse të gjithë dinim se do të ndodhte shpallja e pavarësisë. Pak kush e dinte, unë vetë 2 ditë, 3 ditë përpara kam ditë se kur do të ndodhte. Dhe vetë procesi i shpalljes pavarësisë, pjesëmarrja njerëzve edhe në seancën e konventit, po edhe në festimet në qytet, gjithë Kosovën, janë një rast unikat që përpiqesh ta shpjegosh niprave, fëmijëve, por përjetimi është gjithmonë diçka tjetër. Megjithatë, ajo ka qenë dhe mbetet periudha historike më e rëndësishme e Kosovës, mendoj unë, pas shumë luftrave, pas shumë sakrificave, pas shumë viktimave, dhe që është më e rëndësishme, është mirë që ajo ka vazhdu të konsolidohet, edhe shteti, edhe simbolet, edhe të ecet përpara si një prej anëtarëve të Bashkisë Ndërkombëtare me subjektivitet plot ndërkombëtar. Me shumë njohje.